Çdo kush dëshiron një kuzhinë të tillë, moderne, elegante, të lidhur me hapësirën e ngrënës dhe dhomën e ndenjes. Por askush nuk mendon për një problem shumë të madh. Çfarë ndodh kur fillon gatimi i vërtet? Aroma të forta, tym, dhe e gjitha hapësira mbushet me erën e gatimit. Por mos u shqetësoni, arkitekt Berisha ka një zgjidhje moderne për ju. Një nga konceptet më të reja të dizajnit, kuzhina e fshehur. Dollapët që duken si pjesë dekorative, por në fakt hapin një kuzhinë të dytë. Këtu vendoset soba, furra dhe gatime tradicionale, me dritare ose ventilim maksimal për ajrim. Pas gatimit, ushqimi kalon në kuzhinën e hapur, pa aromën e gatimit në dhomën e ndenjes. Ndërsa në kuzhinën e fshehur mund të vendosni lavamanin, raftet për organizim dhe edhe furnizimet mujore. Edhe nëse mbetet pak rëmuj, askush nuk e sheh. Kuzhina juaj do të duket gjithmonë e pastër, elegante dhe perfekte për mysafirët. Kjo është kuzhina e së ardhmes.